Mesha pas ditës të shenjtës në katedralen e Shënshtifit në Shkodër ishte veçantë pasi u udhëhoq nga kardinali shqiptar eminenca e tij Ernest Simoni Troshani. Në fjalën e tij para besimtarëve, ai u ndal tek fenomenet të nduese që po prekin sot shoqëritë, duke i larguar njerëzit nga besimi. Eminenca i kërkoi qeverisë një tregoj të kujdesshme me ndërtimin e marrëdhënieve, duke bërë apel për të mos ndjekur rrugën e bashkëjetesës pa kuror, që sipas tij po dëmton familjen. Na kena ardhur në kish, jo për ndonjë show, për një pamje të bukur teatrale apo tjera, o në kantator. Kena ardhur me taku së bashku me turmat e angjëve që shënton material duke shohin bariun e madh hyjnor, drejtën që s'marrën kur, dashnin që mu shmar botën me dashnit pa matën e lumni. Detyra e parë çdo njeriu e keni sa herë e përsërisim. Ashtë do ditë me vumë vetit detyrën se me dasht e me shërbyt ma Zot. Qaj dërëri, kur e Krishtit, magjisë këtë fashë vjetar përsit jam, mësus, që ka më të bajnë për me fitu jetën e pasosën, se ta që ka më të bajnë që me fitu miliarda, gërdaciele, laude, dekorata, pandorina, shpirtin e padekshëm, katër fjallë Krishtit, se janë edhe shumë fjallë që gjerojnë edhe në petë tona. Thjeshta, me gojnë thjeshtë që ka folë Krishti. Salva mandat e me, maj urdhimit të atit em. Po shkanë të urdhime i dim tanë. Por vëllazër e motra jetojmë në ditë e fillimit të antikrishtit. Materializmi, modernizmi, pasionia, format e tjera, që janë në kundërshtim me ligjin e Zotit, kanë ngullë rrajt tepër të forta në zemrat e shumëkuj. Na jena kriju, si thosh Pali, drejt zvurt ovës homsa shpiri. Zoti i don gjithë njerëzit në parnis. Shprot në një doktor shkencë o parandorë. Shpali, mas ashtë Krishti ashtë jep moralin parë, është Pali që e përforson edhe ka dhe ndurë se diri, në vitin 26, e liria theshme, pa dritën e Krishtit në gojnë e Shpalit. Të vem kufim katit, në asë e katë, Krishtit të kujon të veti tërti ashtë Krishti. Zhë e beku me përshqilet, me kushtrim përshqilet, me Fatje ma me Paris, e me Lourdes, e me Pompej, e me Gjugorje, kushtrim njerëzimit, thërë një ka Zotit. Katërësare, një orë më rruth për shpirtin e padekshëm, se shpirtin është i padekshëm e parantë. Trupin e sot për nesër, e nëse flasim nga anatomike, fiziologjike, citologjike, embriologjike, është shpirti që jaman trupin, që trupin me aparat e veta, anë në funksion në shpirt padekshëm. Bashkohemi pranë Krishtit, le të shkputemi për gjitha formave të seksit, immoralitetit, të mkatit, thëkstis, shetëm kënon shajte, rëzarin, katër rëzarin, thmit, qojnë nësë Krishtit, me pështu për a hapë smundja e kancerit, s'marë që është, me 100.000 vesh, me të përët për e të papritëme, tërmet të anë këta, dhe im pranë Krishtit, është do ditë rëzarin, shajte, katër rëzarit, kushtimi zojës bekume, pasërtin e konorës, konivenca, që amër kjo bashkëtes, a ma thkim, që po thu, e thotë Krishti, në asë së një kam e do shtim katë, hishtë së një që puti kam të durët. Ma mirë me shku në parë një s'pa shumë pa kam pa durë, që më dekë pa e më shumë fundë në ferët. Duhet me një gjithë pa të botës, gjithë pasënt, gjithë të rritë, rinja, se kryore porë që ta në Kolumbi. Duhet me pa gjithë djent e varsët e botës në Parinjës. Kam darë pike në fundë gjakut për ta. Në përfundim të meshës së shenjtë, kardinali Ernest Simoni Troshani drejtoi lutjen e egzorcizmit, duke ftuar besimtarët të qëndrojnë të palë kundër në besim.